Nga Fushë Kosova, shkojmë në komunën Fqinje, në Obiliq, qyteti të cilin ne e duam dhe e thrasim kastriot. Atje prodhohet energjia me cilën nxehet e gjithë Kosova. Por fatkeqësisht kastrioti që jep ngrohje për gjithë Kosovën nuk ka ngrohje qendrore për vete. E pra dashur banor të kastriotit, nëse doni që Obiliqit bëhet përfundimisht kastriot dhe nëse dëshironi të shihni të realizuar projektin e ngrohjes qendrore, ju e dini adresën Halil Thaçi, një njeri vendosur, shumë punëtor, e që nuk tutet, e që nuk heziton, e që nuk vjedh, por veç se punon, shërben e kontribon. Me Halilin kryetar e me qeverisjen tonë qendrore, ngrohja qendrore e Obiliqit do të jetë prioritet lehtësisht i realizueshëm. E ftoj Halilin që t'ju drejtohet juve të nderuar pjesëmarrës. Faleminderit kryeministër, përshëndetje për gjithë aktivistët. Fillimisht faleminderit kryeministër për mbështetjen e vazhdueshme për qytetarët e komunës së Obiliqit, edhe pse atje me 12 tetor, më falni. Me 12 tetor i kem pas të vizitor për i Kollubarit atje Troshkës. Janë ardhur dhe kanë votu për atë ish kryetarin e komunës që e kam unë kundër kandidat. Nga këtu, po i bëj thirrje qytetarëve të komunës Obiliqit Kastriotit. As Kollubari e as LDK-ja nuk kanë me na mposht me nëntor. Me nëntor, sigurisht që edhe një komunë, përveç të 3 komunave kampione e 11 të tjerave, me nëntor, Obiliqi do të frymoj me vetëvendosjen. Faleminderit shumë.